Ndonë se si destinacion është ndaluar për hedhje të mbeturinave për shtypjes po ju bën. Si qytetar gjatë javës u identifikuan 10 raste të tilla që hodhën mbeturina inerte në për kryeqytet. Ani pse për këto kryetari Rama ka caktuar një lokacion në rrugën Qendresa, qendra e qytetit mbeti prap zgjidhje për disa. Më shumë për planin e komunës dhe masa që po ndërmerren foli Alban Ymeri, shef i rendit komunal. Jemi me plan të veçantë veprimi në Tiranë, me ekipet e inspektorëve gjithsej 5, të cilët vazhdimisht në pjesë të ndryshme të qytetit, përfshi edhe fshatrat, jemi duke inspektu dhe duke marrë masa sankcionuese ndaj krejt këtyre hyrësve ilegal, të mbetjeve inertë të qoftë çfarëdo mbeturine tjetër. Ymeri bën të ditur se në bashkëpunim me policin po verifikojnë shkeljet. Në kohën kur nuk kemi ekipe kujdestare, po mundohemi përmes policisë me verifiku përmes targave të automjeteve, mënyrë që për të njëjtit të shqiptojmë gjoba. Por kryeshefi ndërmarrjes pastrimi Petret Reqica ka dyshime sepse thotë se mbeturinat që janë hedhur në përqendër të qytetit kanë qenë paraprakisht në deponi të caktuara. Ne kemi adresuar bazë të motive dhe asoj që kemi pa në teren, gjendjes reale faktike ka dalë që një pjesë bukur e madhe e tyne vrej që kanë qëndru deponume në kohë caktume në vende caktume dhe tani janë shpërfaqur edhe në qytet. Ne kemi adresuar edhe pranë organeve kompetente në komunë në inspekcion, edhe sigurisht e kemi diskutuar edhe me policinë bashkërisht edhe me komunën e Prishtinës. Por a kanë pasur efekt gjoba deri më tani? Kemi efekt sepse në zonat qendrore, në qendër të qytetit kemi më pak sasi të kësaj mbeturine. Aktualisht çka po vrejet kohëve të fundit është në lagje më të thella, ato ku ndoshta më lehtë do të jetë për dikon me i hudh ato, në ato zona po kemi ngarkesë më të madhe. Komuna Prishtinës shqipton gjoba nga 200 euro deri në 800 për personat që mbeturinat i hedhin në lokacione tjera të ndaluara.